Mirëmbrëma. Pas gati 40 ditësh, protesta që nisi për Flamingon dhe Zvërnecin dhe përfundoi me kërkesën për dorëheqjen e qeverisë reflekton më në fund në formë përmbajtjen e saj. 40 ditë më parë, në atë të shtunë qershore, me mijëra qytetarë që dolën butë, bukur dhe të kulturuar në rrugë, ishin prova më e fortë të gjitha sondazheve që ne kemi bërë këtu në ABC këto muaj, se një shumicë hershur shqiptarësh donin një Shqipëri të re, ndryshe nga Shqipëria e Sali Berishës dhe me sa duket dhe jo pak prej tyre e donin dhe ndryshe nga vizioni që kishte dhe ka për Shqipërinë edhe Edi Rama. Por me kalimin e javës, siç treguan dhe siç tregojnë edhe pamjet, pjesëmarrja u tkur. Numrat nuk kanë rëndësi, sa kohë ka rëndësi përmbajtja. Ka njerëz në botë që protestojnë tek pull prej më shumë se 20 vjetësh në derën e shtëpisë Bardh. Por numrat marrin rëndësinë e tyre kur shikon se ndryshon dhe përmbajtja e një proteste, si dhe mjetet e saj. Nëse nisim me batuta dhe vizatime fëmijësh me temë me Flamingo nga Zvërneci, protesta që pam në 4 korrik të shtunën ishte krejt tjetër. Ishte protesta kur Flamingo u fut në Arkivol dhe vizatimet u shkëmbyen me dhunë verbale dhe fizike dhe qytetarët, siç edhe është parë, nuk e ndjekin më nga pas. Si mund ndjekin nga pas qytetarët Arkivolet që bëjnë thirrje për vdekje? Tirana ende nuk e ka kaluar plotësisht traumën e 14 shtatorit 98 kur arkmorti me trupin e të ndjerit Azem Hajdari u përdor për të shembur derën në kryeministrisë. Sot 28 vjet më pas, këto pamje u përsëriten dhe për fat keq nga të njëjtit njerëz. Dhe sigurisht njerëzit nuk mund të shkojnë më pas Sali Berishës. Sado parat hedhi biri, sado të marrë me qerat gjithë webmasterat e Shqipërisë dhe të Tiranës për të përshtatur algoritme, Tirana e njeh shumë mirë gjithë. Qytetarët e Tiranës, cilët raportin me Partinë Socialiste e kanë pasur gjithmonë kompleks, nuk po i shkojnë më pas bandave me maska të televizionit familjes. Bile nga sa u pat shtunën, pjesëmarrja shumë e ulës e 20 qershor, tregoi se shqiptarët e kuptuan se nuk ishte më një protestë e diasporës, por një kombinim fatkeq mes mërgatës së qyqeve të 97-s dhe pushuesve aktiv kosovar të Albinit, i cili po shkel me dy akëmbët, jo thjesht bashkësinë kombëtare të dy shteteve, por dhe drejtën e një shteti am që të mos shoh me kokën pas se si po komplotohet pas kurrizit ti nga gjysma tjetër. Sot 40 ditë pas fillimit protestës dhe një muaj pas fillimit Kupës Botës, lajmi vetëm i madh është largimi i Gjermanisë, Holandës dhe Brazilit. Rama vazhdon të qeverisë. Po si? Kreu i qeverisë ndërkohë vazhdon dhe flet me vete dhe me meme çdo ditë, duke kërkuar një dialog pamundur virtual me një palë e cila nuk ekziston më. Ajo palë tha fjalën e saj 3 javë rresht. Ajo nuk e do qeverisjen e tij. Por kur pasër protesta u bot nga barbarizmi i hordive të Sali Berishës, nga debiliteti politik i Agron Sherajt dhe Tiklapës, nga komunizmi brutal i Arlind Qorit, nga islamizmi politik i Albin Kurtit, kjo shumicë u bë sërish e rreshtur dhe u tërhoq në shtëpi. Me këta Rama nuk flet dot. Por ai thotë se do të reflektoj pa lëshuar në fije penga Zvërneci. Reflektim ndërkohë duhet bëjnë gjithë mediat, parat, por dhe ndërkombëtarët. Sot ambasada e Gjermanisë, e cila dukej më pak e pakënaqur nga protesta, i dha asaj shuplakën e parë. E quajti protestën e të shtunës një dhunë të papranueshme për parametrat europian. Duke hequr pikpyetjet nga qeveria dhe për herë të parë duke i vendosur ato mbi vetë protestën. Për këto do flasim sonte. Sikla.